Ish shefi i operacionales, Oltion Bis, si shtiruar nga qelia dhe akuzat e ti kanë rënë ndaj ti. Është dënuar vetëm për zbulim të akteve ose të dhënave sekrete. Çfarë ndodhi? Kush e shpjegon? I pari nga ju këtë që e di më mirë. Po, kam përshtypjen që ky është, në këndvështrimin tim, zoti Rakivi, mund të jetë dështimi i parë i prokurisë së posaçme në raport me, po them, me një çështje hetimore që e kanë Ndaj dhe kam marrë këtë si për... Kanë ndjekur këto 6... Ju thoni mund të jetë dështimi i parë. Po, kam përshtypjen që po, sepse kemi një person i cili është dënuar vetëm për nxjerrjen e akteve hetimore. Jo, për politikë. Jo, tjetër më, ai mund të jetë gjithçka ore. Ta zëm kriminal, po ata e kanë dënuar për këtë dhe ai ka bërë një pjesë, ne këtë pjesë do shohim. Pavarësisht se akuzat për cilën ishin të rënda korrupsion. Kështu që dhe këtu ne duhet ndoshta më drejt duhet kërkojmë më shumë nga prokuria për të parë edhe cilësinë e provave në rastin konkret, po them, ndaj Oltion Bistrit. Megjithatë, Spaku ka vendosur që ta ankimoj këtë çështje. Duhet parë sepse kemi pasur dhe rastet, po kujtoj rastin Po do të ankimojmë thënë ata. Ish deputeti i Partisë Socialiste, ish sekretari të përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit për çështjen e inceneratorëve, Alçi Bllaku, i cili u lirua vetëm për 2 javë dhe pastaj u detyrua të rikthehej prap në qelik, kështu që mund të jemi edhe përpara një rasti të tillë dhe bie ajo teza që ne kemi dëgjuar deri tani zoti Rakipi që gjykata e posaçme është notere e prokurisë së posaçme. Kështu që kur s'ka prova, gjykata edhe të shpallë të pafajshme. Ka një problem në këtë. Kështu që na bie edhe teza që prokuria e posaçme është ajo që detyron edhe gjykatën që të jap vendime. Shko, përballë këtij rasti që ne ndodhi atëherë që u arrestua Filani. Kishte vënë njerëz të tij, shoqëronin Vis Martinajn, lidhje me krimin, përgjime telefonatash pa fund, spyesun për SHKB-n, çfarë ishte atëherë, ajo AMP-ja, kontrolli policisë, etj, dhe në fund fare vjen dhe një lajm, sekuestrohen 3.1 milion euro pasuri. Dhe ngrihet gjithë hipoteza, ore ky njeriu, ky po është polic, nuk është biznesmen. Si i bëri ky këto lek? Pra këto lek i bërin bashkëpunim me krimin. Këtë të thoshte lajmi, këtë thoshte gjithçka. Tani ç'a ndodh? Ky bën 2 vjet burg dhe del, pas ka bërë dhe më tepër. Dënohet gjithsej 3 vite, ulet me një të tretën. Ka bërë 14 muaj dashur më shumë. Ulet me një të tretën. Dhe tani është dënuar vetëm për zbulim të akteve ose të dhënave sekrete. Ka gallat kjo histori. Se gjitha këto i thua ti, unë jam okej. Ka gallat. Por kjo, ngjarja që ka ndodhur është kjo. I bie tani që ky njeriu që kishte 3.1 milion euro pasuri dhe të kaq apartamente. Po ndoshta se kanë vërtetuar dot. I bie që ky njeriu shteti t'i japë dhe ca lekti. Përveç t'ja 14 muaj duhet t'ja pagu. Ligji e thotë do t'ja japi. Tani e gjithë kjo histori, mua më thotë, ç'a leksioni mori trupa e policisë në Shqipëri që ka shumë probleme me korrupsionin, çfarë leksioni mori? Mori leksionin, bjeri me top, bashkëpuno me krimin, bëj miliona euro, se fundja do bësh 1 apo 2 vite burg dhe pasurin do ta mbash. Këtë ka thënë deri tani kjo gjë, kjo histori, kjo është e tmerrshme. Kjo është e tmerrshme. Kjo është gjë shumë e rëndë. Pra, unë nëse kam parë me fjalë, Spaku thot 3.1, mbroje vlla në gjykatë këtë 3.1 milion të këtij, mbroje në gjykatë. Po i ka mbrojt, po se ka vërtetuar dot, më Ferdinand. Po vërtetuar. Ore mbroje, po se ka mos ja bllokoj. Ore nuk është vërtetuar dhe ai është dënuar tani vetëm për zbulim të akteve dhe dhënave sekrete. O Ferdinand, kur arrestimi bëhet mbas të dyshimeve, prandaj ka një masë sigurie. Prandaj bëhet edhe gjykimi. Po mos nxirr pastaj që sekuestrovan 3.1 milion pasuri. Në gjykime sipër nuk ka dalë 1, 2, 3, 4 gjëra. Tani, a t'i kthehet para, po t'i kthehet që t'shkeme të. Nëse është bërë një gabim, u mbajt në burg, pse duhet kemi ne para gjykim se kush është jo për këtë, për këdo. Bëre burg më tepër, shteti duhet t'japi parat. Për një gabim të... Dakor, mos ta njeri këtë gjë. Jo, po në logjik, jo. Po është turp më burg. Po është turp më burg. Duhet t'i dalësh më drejt për drejt. Ti mendon që gjykata ishte e korruptuar në këtë rast? Gjykata dha se Spaku ka bërë ato që kanë bërë hetimin e kanë bërë keq. Në logjik, po mirë, në logjik një vendim gjykate nuk është thjesht, ne prandaj presim. Standardet duhet të jenë të njëjta.
zakonisht nuk kemi standardet njësojta, edhe në drejtsinë e re, midis Spakut dhe këtyre prokurorive të rretheve tjera, se po të marrim me atë që thuhet ti, kjo e Akshit u bë aty do ketë zënë në një merimang atje në përpara 6 muajsh, qa nuk tham për atë, u rëmbye, do na e vrasin e ku e di unë e mori filani e mori, edhe prapë qa nuk, tani për standarde thu ti, për standarde ne i kemi parë, por ka një gjë, nëse një hetim mund ta paragjykojmë, se një avokat, një prokuror, një gazetar, janë ende në formën e dyshimit dhe të hetimit, një gjykatës, mbaroja jo e dha dënimin gjykatës. E dha edhe mbaroj, nuk ka, i është vendimi, drejti pa drejt, ligji dhe drejtësia janë dy gjëra krejt kundër. Ka dhe një fjali. Tani po të fillojmë në këtë lloj logjike, mund të ketë përveç Akshit, që do vazhdoj aty se vim dhe të këto. Sa akuza ka për drejtuesen Akshit? Se është marrë në njërë në i masë ndaluse? Nëse ke një hetim të bazuar kryesisht vetëm në Sky ECC, kam përshtypjen që ky do të jetë dhe rezultati final. Pasi akuzat e korrupsionit janë shumë të vështira që të faktohen. Objekte, që kishte ky... Dakord, më po i ka të justifikuar. Nuk i ka të justifikuar, si unë... Pra po, ajo është sekuestro, nuk është konfiskim, dhe atyre është shequr sekuestro. Nuk i ndalon njëri të jenë në detyrë, askënd nga ata. E vazhdojnë. Atëherë duhet të ndajmë dy momente me qenë se unë i kam ndjekur proceset. Dosja Metamorfoza unë da, sepse Metamorfoza është aksioni i parë i Spakut që lidhet me komunikimet në Sky ECC. Dhe ishte goditje e parë nga prokuroria e posaçme që u godit investitori strategjik Pullum Gjoka, zyrtar të drejtësisë të policisë, sepse është liruar edhe ish drejtuesi i prokurorisë Kuksi Gjevahir Lita, dhe po ashtu u godit edhe klani kriminal Bajri. Tani gjykata në këndvështrimin tim, dhe kjo duhet parë, ka futur një precedent të rrezikshëm sipas meje. Çfarë ndodhi? Grupi kriminal Bajri përfshir edhe zyrtarët e drejtësisë policisë dhe investitorin strategjik Pullum Gjoka, u nda në dy procese. Procesi që lidhet me veprat e lehta penale, pra krim të kushteve për të kryer vrasje, mbajtje pa leje, veprime që pengojnë zbardhjen e zvërtetës, zbulim të akteve të tjera me radhë, u pranua gjykimi i shkurtuar dhe në rastin konkret zoti Bistri dhe zoti Lita futeshin në këtë proces që u procedua me gjykim të shkurtuar, ndërkohë sa i përket akuzës së vrasjes së gjindorit në vitin 2020, Pullum Gjoka dhe anëtarë të tjerë të grupit kriminal janë duke u gjykuar nga gjykata e posaçme. Po cili është precedenti rrezikshëm që askush nuk po e thot me zë të lartë dhe për mua kjo do të jetë shkelja më e rëndë procedurale që mund të pasjellë më pas dështimin e gjitha proceseve. Gjykata e posaçme, zoti Rakipi nëse më dëgjon se është shumë e rëndësishme, brenda të njëjtit proces janë gjykuar disa të pandehur.